Si që thash, në pjesën e dytë do të lidhem me një kolegun tim nga Prishtina, ai është Fadil Maloku. Fadil Maloku është sociolog dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Fadil, mirë se erdhe në ADN. Mirë se erdhe. Fadil, unë në mënyrë që edhe publiku i ADN-s t'ju njohë më mirë, kam përgatitur një CV, një biografi tuaj të shkurtër dhe po e lexoj. Dhe do t'i lutesh regjisë që të vendose pamjen 5 dhe 6. Fadil Maloku ka lindur në Besian, është profesor i sociologjisë të globalizimit, integrimeve, krimit dhe devijimit social. Ka dhënë po ashtu dhe hyrjen komunikimin politik në Universitetin e Prishtinës, Departamenti Gazetarisë, kultura dhe politika në nivelin masë në Universitetin Shtetëror të Tiranës, në Universitetin Hasan Prishtina të Prishtinës, në Departamentin e Sociologjisë. Ai ka botuar, ka marrë pjesë në disa aktivitete shkencore, ka bërë masterin, pastaj dhe ka studiuar edhe vetë në Kroaci, por disa nga studimet e tij që kanë tërhequr vëmendjen janë cilat janë mundësitë antarësimit të Kosovës në BE, te revista shkencore, sociologjike në Prishtinë, po ashtu Cartoon of Prophet Muhammad and the Need of Foreign Islamic Protestantism, në botuar po ashtu në revistën sociologjike, në revistën Optime Botimi Institutit Kërkimeve Shkencore dhe Zhvillimit të Albania University, Demokracia është qeverisje e popullit dhe qeverisje për popullin. Pastaj ka marrë pjesë në simpoziume të ndryshme, domosdoshmëria e dialogu ndërfetar dhe ndërkulturor për paqen botërore, globalizmi, çështja e shtetit dhe Kosova, globalizimi dhe globaliteti, revista kulturore, revista kërkimore Media, dukuritë të globalizimit në këndvështrime teorike, botimi i Departamentit Sociologjisë Universitetit Tiranës, zgjedhjet e lira në Kosovë. Është autori disa librave të cilat unë i paraqita këtu në let dhe ju i ndoqët. Është gjithashtu aktiv shumë sot edhe në media dhe ajo që mua më tërhoqi shumë dhe që doja që u bë shkak për ta ftuar, ai është i pranishëm në rrjetet sociale, po ka edhe një adresën e tij, sociologu global, apo jo? Fadil? Globalist. Sociologu globalist, dhe aty më bëri përshtypje një studim i tij mbi anti-amerikanizmin dhe nacionalizmin irracional. Pikërisht, përpara se ta fillojmë këtë bisedë me ju i dashur Fadil, dhe përpara se të më tregoni se nga u shtyt për këtë hulumtim tuaj, unë do të vendos këtu një pamje, është një video në të cilën duket, është pamja 7, duket Bill Clintoni në momentin që merr vendimin për ta sulmuar Beogradin. Ja po e ndjekim këtu në LED. Jemi në vitin 1999, në mos gaboj. Në mars të vitit 1999 ngrihet avionët e NATO-s nga baza në Itali për sulmuar Beogradin. Është një raport i një televizioni amerikan. Dhe fill pas kësaj shfaqet presidenti Bill Clinton, i cili deklaron se Serbia i ka kaluar kufit dhe NATO. Ja, kjo është. E solla në kujtes këtë, dhe tash do t'i lutesh regjisë që të vendosë edhe pamjen 8. E solla në kujtes këtë pasi lexova shkrimin tuaj, studimin tuaj. I dashur Fadil, nga jeni nisur dhe çfarë keni vënë re kur keni hulumtuar ose kur keni shkruar këtë studim për anti-amerikanizmin? Çfarë është anti-amerikanizmi dhe në sa rrafshe keni parë ju atë dhe si shfaqet ai në Kosovë apo në ambient në hapësirën shqiptare? Ekspore do të kthehesha atë periudhës viteve 90-ta, kur në mars të vitit 1989 Serbia dha pak autonomi që kishim në kodër të Federatës Jugoslave. Ne morim me dhunët betonke, pra ishte një lloj rikonfigurimi, ish Jugoslavia filloi të çmontohej dhe demonstratat e vitit 1989 më herët në një farë mënyre paralajmëruan për të krijuar në kodër të ish Federatës Jugoslave. Pra shqiptarët u rebeluan dhe për mendimin të vitin 1989 është në fakt është vetë i rebelimit edhe i demonstrimit të pakënaqësisë së shqiptarëve që kishin në kuadër të ish Federatës Jugoslave. Po përkujtoj vetëm një rast.
Kosova në këtë kohë ishte 7 herë më e pazhvilluar se sa Slovenia, 6 herë më e pazhvilluar se sa Kroacia, 5 herë më e pazhvilluar se sa Serbia. Domethënë ishte në fund edhe kjo pakënaqësi ekonomike, po dhe diskriminimi që i bëj që ne atë botë në atë kohë identifikoheshim si komsi, jo si kom, pakicë kombëtare, dhe ishim në kuadër të Republikës Serbisë. Pra Serbia, me kushtetutën e vitit 1974, Kosova ishte një element konstituivi ish Federatës Jugoslave, por njëkohësisht ishte edhe në përbërje të Serbisë. Pra ishte një pengesë serioze, edhe Serbia në që me thonë këtë halë edhe e bëri Kosovën në përbërje dhe në eliminoj prej asaj sofës federative edhe kështu u rrit pakënaqësia. Serbia filloi të largoj nga shkollat, nga institucionet të cilat i kishte ndërtuar gjatë 20 vite dhe kështu me radhë. Pra, për të ardhur në vitin 1999, kur filloi bombardimi dhe kjo përputhet, me thonë me këto historit që i keni atë dhe faktikisht paraqitja e UÇK-s në skenë definitivisht e thej mitin mbi pafishmërinë e ushtrisë serbe, edhe në këtë kohë faktikisht kjo ishte serbe, jo jugoslave, për shkak se Bosnia, Kroacia dhe Serbia ishin darë, ishte mbetur vetëm ishirit edhe pavarësimit të Kosovës. Mirë, i dashur Fadil, po të me lidh me anti-amerikanizmin. Pra, çfarë po ndodh sot në Kosovë me atë që ju e quani nacionalizmi irracional dhe një lloj anti-amerikanizmi që nuk shfaqet vetëm në ambientet shqiptare, po edhe më gjerë? Këtë desha me thënë. Pra, ne në fakt në vitin 1999 intervenimi i NATO-s, mos them intervenimi i Amerikës, për shkak se Amerika në këtë kohë ishte në kolb, ishte një polic global, edhe intervenoj. Dhe me thonë, intervenoj edhe na u shlirum. Prej kësaj periudhe fillon, dhe me thonë, kjo, si them, kjo dashnia mes Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Kosovës. Pra, kjo është edhe një perceptim se sot në gjitha analizat flasin se kosovarët, edhe Shqipëria, po kosovarët prinë për nga amerikanizimi. Pra, i vlerësojnë vlerat amerikanizmit e vlerat amerikane, apo të themi atë ëndrrën amerikane cila është ëndër për shumë popull e shumë kombë. Të shte, në qëpë se e analizojnë këtë fenomenin e anti-amerikanizmit, i cili nuk besoj që është perceptim i cili është evident në Kosovë. Ne në përvete seksuale mund të vrim simbolikat kësaj natyre kur opozita e bazum në lakmin për pushtet e përdor shpesh këtë term, këtë koncept dhe qeverinë aktuale identifikon me anti-amerikanizm. Por anti-amerikanizmi nuk është diçka që dhe me thonë është në trojë shqiptari. Ishte një lidhë edhe me shqiptarizmin e sot. Shqiptarët, unë mendoj janë dhe edhe kënde edhe në trojë tjetër shqiptare. Po, kjo nuk diskutohet, por ka një problem, si që dini edhe ju, që administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, departamenti jashtëm më saktë, i ka ndërprer me një deklaratë zyrtare, e ka ndërprer dialogun strategjik me qeverinë e Kosovës. Çfarë po ndodh realisht aty? Veç të bëj një përmisim, jo departamenti i shtetit. Departamenti i shtetit ndrë me pat një deklarat tjetër, por ambasada, jo ambasadori, se ne nuk kem ambasador, më duket as ju nuk keni, as marri në Ballkan nuk i ka mbrojen dhe administrata e Trumpit. Pra, një administratore e ambasadës amerikane në Prishtinë, dhe me thonë, e bëri atë që e bëri atë. Nësa, jo, edhe cila do që të ketë qënë, se ka bërë në kokë të vetë administrata, ju e dini, zyra diplomatike janë shumë centralizuara. Edhe ajo ka shprehur një qëndrim të shtetit Amerikan, besoj unë. Nuk besoj, për shkak se administrata nuk besoj me kodin e sjelljes që ka diplomacia amerikane. Ato mund të bëj vetëm një diplomat. Por du me thonë këtë, që
ky pezullimi, apo si kam identifikuar në si flakaresh që ja bëri Kosovës, në fakt nuk është e verifikuar për shkak se nuk ka pas kurrë marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë. Diku në janar presidenti jonë ka inicu edhe ideja ka qenë që kjo të ndërlidhet me mirëkuptim, me nënshkrimin e këtu. Këtu mungojnë edhe si e tillë, kjo nuk mund të thuhet që mund të ka një peshë të rëndë, por politike por nuk prodhon, si më thonë, efekte juridike, në kuptimin relacionin në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe ne. Kjo është një flakaresh, është evidente, por problemi edhe analiza ime ka qenë dy drejtime, se kjo flakaresh për pezullim, a mund të jetë një këndi që mund ta rrisë në sytë publikut kosovar, se tash i kemi edhe zgjedhjet, dhe me siguri do t'i kemi shpejt edhe zgjedhjet nacionale, rejtingun e qeverisë aktuale, apo do ta zvogloj, do ta reduktoj. Dhe unë në analizën time kam thonë që ekzistojnë këto dy mundësi. Mundësia që ky pezullim mund të shërbej qeverisë në tërheqje, kështu po identifikojmë, mund të shërbej si alibi për të mobilizuar, si me thonë, ata votuesit e vetë, militantë e vetë, për edhe grupe tjera të cilat pregaditen në zgjedhjet lokale dhe ato nacionale. Kritë ngërçi që kanë ndodhur për 7 muaj, do thonë, krejt po jenë edhe këte e kanë thonë në gjitha mediumet. Si shpjegohet, këtë do të pyesja edhe unë, dashur Fadil, si shpjegohet kriza që po kalon Kosova që ka 7 muaj pa bërë qeverinë? Si e shpjegon ju si sociolog jashtë politikës? Këtë po du me thonë, se unë nuk i përkas asë një subjekti politik. Kam punu me gjithë, i njeftë gjithë, por nuk kam pranu asë njerë të jem, si me thonë, numër në agendat e tyre politike. Këtë po du me thonë. Pra, analiza ime më ka qenë dy drejtime. Drejtimin që kalkulimet që i bën ish opozita dhe që ish qeveria. Të dy palë, të dy grupet, të dy taborët, si të themi, mundohen me shfrytëzu si alibi edhe me përkthy, për shembull opozita mundohet me përkthy këtë si janë të amerikanizëm, që nuk është e vërtetë. Për shkak se me njerë qeveria reagoj edhe mas pare na jem produkt, na jem foshnje, Kosova është foshnje e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ajo që ka une vazhdimisht kam qenë interesuar, është edhe ka të bëj, edhe në New York, kur isha në qershor të vitit 2023, dhe me thonë si vjet, insistova që Liga Shqiptare Amerikane, lobi shqiptar, po dhe gjithë grupet që janë atje të unifikohen edhe të bëjnë një lobi të fuqishëm, edhe të kontaktojnë edhe diplomatët ambasadën e Shqipërisë, që ka shumë përvojë atje, po edhe të Kosovës, edhe të bëhen një edhe të procesin një projekt për bashkë, jo më për Kosovën apo për Shqipërinë, por të vendoset një platformë, një projekt i detajzuar, lidhur me interes, me analizu interesat, cilat janë interesat amerikane, dhe ato interesat me sinkronizu me interesat e Kosovës. I dashur Fadil, më falë, po të ndërpres pak. Këtë pyetje a kam bërë edhe të ftuarve të tjerë që kanë pasur intelektualëve nga Kosova, por intelektualë të Kosovës që gjenden edhe jashtë. Si ka mundësi që Serbia, nga agresor, pra nga ajo video që u thashun atje që e sulmuar nga Amerikanët, sot paraqitet si viktim, dhe si ka mundësi që Kosova nuk e respektoj aq sa do të donim të gjithë ne ta respektonte atë thënin kapitalet të Clintonit, ne luftën ju paqen. Sepse, çfarë duhet ju them? Ju e dini që Marco Rubio, sekretari i jashtëm i Departamentit Amerikan të Shtetit, ka ftuar Vučićin në një takim. Vučić në asamblen e fundit, në mbledhjen e asamblesë së fundit, deklaroi pa ju dridhur qerpiku që Kosova është pjesë e Serbisë. Ndërkaq, Kosova, e pranojmë të gjithë shteti i Kosovës, shteti aktual i Kosovës, i ka në pikën më të ulët marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar, jo për fajt të tij, për fajt të keqkuptimeve, për fajt të asaj që e quani racionalizmi nacional etj etj. Çfarë po ndodh realisht i dashur Fadil sipas jush dhe çfarë duhet korrigjuar? Shiko, këtë do më thonë, e ke bërë një pyetje briljante të them ashtu, që nuk mund t'jipet përgjigjen me 2-3 fjali. Mas pare Serbia
dhe interesat amerikane në Ballkan janë të ndërlidhura edhe me Serbinë, që nuk është pjesë e NATO-s, edhe në vazhdimsi koketon me Putinin atje, shkon merr pjesë në paradat e Putinit atje, po njëkohësisht kjo është një diplomacia, si me thonë, aktive që e bëjnë Amerikanë, se ajo thonja e famshme e krye diplomatët amerikanë, se Amerika ka miq edhe armiqë të përhershëm, por ka vetëm interesat përhershme. Këta nuk po mundëm të kuptu ne, sidomos ne Kosova, këtu edhe po kuptojmë plotësisht dakord. Amerika duhet jetë një tutor i vazhdueshëm. Në anën tjetër, fakti dhe akti marrë se kësaj iniciative për me u konsolidu ky procesi i konsolidimit të institucioneve shtetërore në një farë mënyre është i rrezikshëm për shkak se mund të keq kuptohet nga administrata amerikane dhe si i tillë ai mund të kuptohet si një keq kuptim apo si një, nuk po them terma matron, por kjo tash diplomaci. Neve na mungon edhe një diplomaci aktive, mos harrojmë. Kosova nuk ka diplomat aktiv. Ne ende këto referencat për diplomat i marrëm prej origjinës, prej ideologjie, prej partive, kështu më. Domethënë nuk kem kjo është shumë e vërtetë. Ambasador të karrierës të cilë për jetën sikurse i ka Shqipëria ja kushtojnë. Në anën tjetër, shto këtu edhe lobimin që e bën Serbia në 10 vitet e fundit. Serbia është në top list, por për nga lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë izraelit, të dytit janë serbët. Ndërkaq lubi shqiptar me faktin edhe aktin e shpalljes pavarësisë janë avolluar dhe nuk kanë më interes. Tash se koha ikën shpejt. Unë nuk arri do ta kuptoj i dashurim Fadil që Serbia nën presionin e studentëve të saj me protesta masive të dhunshme, deri tani në fund fare u zbulua që një pjesë e këtyre agjentëve që përgatiten, agjentëve rusë që përgatiten dhe hidhen në Moldavi dhe në vende tjera, përgatiten në Beograd. Që Vučić shkon dhe deklaron, bën dhe parad militare atje në mes të Beogradit. Tash shkon dhe deklaron atje që Kosova thot akoma është pjesë e Serbisë. Amerika, sekretari Rubio e ka ftuar Vučić, ndërsa ne nuk arrim dot që jemi 3 shtete, është Kosova, është Shqipëria, kemi gjysmën e administratës së qeverisë së Shkupit e kemi me shqiptar, kemi këte nga ana tjetër nga Malezinë, nuk arrim dot të krijojmë, të bindim partnerët tanë që në Ballkan ka një çështje, ka një problem shqiptar që duhet zgjidhur ende dhe problemi ose shkaqet e kësaj që ndodh në Ballkan është Serbia, nuk është Kosova. Çfarë po ndodh kështu? Ma thoni me një fjali të lutem se do kalojmë te pyetja e dytë. Kjo është këndvështrimi që i bëjmë ne vetvetes. Mirëpunonën tjetër ne nuk po arrim me kuptu që në botë është duke ndodhur një kaos që e kam identifikuar, i kontrolluar apo i menaxhuar. Pra, ky kaos kërkon rikonfigurime, rërështime të reja. Jo në kuptimin që ne tash të lëm Amerikën, nuk po duhet të them atë edhe të kapem me një superfuqi tjetër. Mos harro se kombet e vogla, shtetet e vogla që janë në bërtham, sikur të jemi ne ende në embrion, që është Kosova, e ka shumë vështirë me u plasu, si me thonë, me dalë jashtë vetvetes edhe me hyrje në institucione të cilat kanë peshë ndërkombëtare. Shambë që janë Kombet e Bashkuara. Serbia i ka tona këto më. Mirë po ne në Kosovë nuk e kemi edhe. Krejt njohet, përtuaj se shumicën e tyre pjesën dërmuesen që janë mbi 117 njohet shtetet që na kanë njohur Kosovën si shtet pavarur. I dashur Fadil, se kemi shumë pak kohë, erdhëm në fund. Unë ndaj të njëjtin mendim me ju, por nuk arri do ta kuptoj ende se si ka mundësi. Ne shqiptarët e Shqipërisë, ashtu si kundër edhe ju me zi prisnim këtë ditë që midis nesh mos kishte kufi. Sot që nuk ka kufi, 2 qeverit tona ose 2 kryeministrat tanë nuk bisedojnë me njëri tjetrin. Tash çfarë të them më shumë unë ty? Besoj dhe ti e ke vënë re këtë gjë. Edhe dua ta mbyll këtu këtë çështje për të kaluar tek një çështje tjetër që dua ta prek shkurt. Unë kam nxjerr disa statistika, edhe Kosova ashtu si Shqipëria po e vuan problemin e emigracionit. Sipas të dhënave të ASK-s, nga 2012 deri në vitin 2022, Kosovën e kanë lëshuar 338.068 veta, ose 18% e popullsisë. Po ashtu nga 2021 deri në 2024, 142.000 qytetarë të Kosovës u larguan drejt vendeve më të zhvilluara,
Vetëm vitin e kaluar, 37.000 banor. E njëjta gjë është edhe në Shqipëri. Çfarë po ndodh me shqiptarët, i dashur miku im? Kjo temë, si them miku im, kjo kërkon një analizë multidisciplinare. Dhe do t'i lutesha pamja 9 të regjis. Të lutem. Mjerisht tek ne, po dhe tek ju, 2 akademi që i kem do pletë senil, që nuk mirën me analiza, me studime, edhe nuk i qesin analizët edhe studimet e tyre në tavolin të politikës, në njërë që politika të marë vendime të dura. Kështu që kjo është një handicap i madh. Jem dëshmitar edhe të një fenomeni që ti paka shumë ndoshta duket e biseduam problemin e shqiptarizmit. Ka po vrej, që ka po jetoj, është se termi apo nocioni i shqiptarizmit gjithni e më shumë është ka arratiset, me përdorë një term të rifromit, apo ka zhvendoset me shpejtësi drejtën nga origjina e sjelljes dhe veprimit të social. Pra, kam një frikë se në këtë farë distancë që është identifikuar, ka shumë pak gjosat, më thonë edhe forët që ndrohet, dhe me thonë, ideja për një projekt real politik, apo si e identifikojmë ne Shqipëri e tink, apo si e quhen Serbia Shqipëri e modë. Arsyet mund të jenë nga më të ndryshme. Për shembull, shqiptarizmin është ka ndërton dhe projekton kryesisht përmes asaj paradigme se idesë integrimeve në programe. Këto po shohim për çdo ditë kryeministri juaj si e bën. Kosova që ende është e frustruar dhe e prekupuar me problemet ekzistenciale të pranimit nga shtetet tjera të globit, këtë narracionin e shqiptarizmit po mundohet ta rikuperoj edhe ta konsolidoj përmes procesit të ndërtimit. Ndërkaq, shqiptarët e Maqedonisë, duke qenë ende të diskriminuar nga elitat nacionaliste maqedonase, projekcionin e shqiptarizmit janë duke zhvilluar përmes betejave për të drejta politike. Shqiptarët e tjerë nuk kanë drejta të barabarta si kanë për shembull kombe të tjera. Mos harrojmë se Maqedonia është një shtet multietnik, nuk është shtet monetnik, edhe në prambon të Maqedonisë edhe thuhet se shteti i Maqedonisë dhe i tjerë, që është një diskrimim i qartë. Pra, ndërkëtë, nëse flasim për çamerin, është kombëtarizuar. Duke gjendur në këtë vorbull në këtë djepit të autotoksizmit serb, atje nuk ka atë djen as ndonjë agjend, nuk besoj për shqiptarinë. Tek diaspora që përmende, e cila po shkutet me shpejtësi të rrite nga trungu i shqiptarizmit. Nga shqiptarësia të themi kështu. Diaspora, idenë dhe konceptin e shqiptarizmit është duke e artikuluar ende përmes folklorizmeve, nostalgjisë, ikonografisë fetare. Unë them ta mbyllim këtu, i dashur Fadil, sepse përfundim më të bukur se ky që sapo thatë nuk ka. Të falenderoj shumë, i dashur Fadil, që ishte në ADN. Shpresoj të takohemi në Tiranë dhe të jeni këtu në studio në takimin e ardhshëm. Faleminderit. Gjithë të mirat. Ky ishte emisioni ADN nga unë Iliri Zdeiri, miru pafshim të diel në ardhshme.